Përshëndetje, i nderuar doktor profesor Sali Berisha, i nderuar presidenti Partisë Lirisë zoti Ilir Meta. Unë Endrit Dervishi, marr fjalën këtë foltore për të folur fjalë thjeshta, vërteta dhe për arsye se ne njerëzit e thjeshtë, pra populli i thjeshtë duhet të ketë vetë gishtin në plag. Aty ku kemi interesin tonë dhe aty ku na dhem, fjala pikërisht në përjetën që njerëzit e thjeshtë po bëjmë sot në qeverisin e korruptuar hajduta kriminalet e Edi Ramës që po udhëheq sot Shqipërinë dhe shqiptarët. Kush janë hallet e shqiptarëve? Sot ekonomia është shumë dobët. Sot përballimi i jetesës që vjen nga kjo qeveri masakër, rilindja, faktet janë arsim ka shkuar në nivel 0. Shëndetësia 0. Ndërsa për produktet prodhimit që janë skandali i prodhimit serb i skaduar. Çdo gjë në këtë vend vjen në nivel 0 nga kjo bandë që na udhëheq sot. Në nivel 0 edhe invalidëve që nuk u jep pjesën e vet, shpërblim siç i jep patronazhistave të vet, ky qelpsir i këtij vendit ton. Ju faleminderit.